Në poliklinikën e Shkodrës çdo ditë 10 gra janë paraqitur për të kryer mamografin falas në kuadër të fushatës për parandalimin e kancerit të gjirit. Për shumë prej tyre thonë se është hera e parë që bëjnë një kontroll të tillë, duke pranuar se për vite me radhë kanë neglizhuar kujdesin për shëndetin e gjirit. Disa të tjera tregojnë se fushata e këtij viti i ka shtyrë të mendojnë më seriozisht për shëndetin e tyre. Ato bëjnë thirrje për të gjitha gratë që ende hezitojnë të mos e shtyjnë kontrollin për gjirin. Kam një pak shqetësime, muami të dalë para prit vetë se sa me bëhen shumë e ranë. Se hera parë. Po kanë alon krejt mazdurit, na kanë krejt mirë. Kur njëm shqetësime, i drejt në mjekësisë. Kështu që si kanë edhe ju, edhe mjekësinë. I këshilloj të na gratë, me mujt më orë, me dalë para prit vetit. Hera parë që i bëjni? Hera parë. Kjo është shumë e rëndësishme. Po përballë me më kap në fillim është mirë. Tu i mos pas probleme, gjona që na thon hajt, të kalojmë. Tuni, se është shumë e përhapur. Ju sugjerojmë tonëve që sa më herë që ta kapin atë çfarë mirë është, inshallah tonë dalin më mirë. Pa mamografin, inshallah dalin mirë të tanë. E kena bë para disa vite, por hera parë, inshallah dalin mirë hera. Si puna e jonë, po, normale që duhet më bë patjetër. Më mirë të hetojmë me fjalë këtë smunje sa më shpejt. Mjekët në Shkodër theksojnë rëndësinë e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, i cili rrit ndjeshëm mundësinë e shërimit. Ata u bëjnë apel grave mbi 40 vjeç që ta kryejnë mamografinë rregullisht dhe të mos lënë shëndetin pas dore. Fushata ka vjuar përgjatë gjithë muajit tetor me synimin për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të nxitur kujdesin ndaj shëndetit të grave.